du ta balen me vëmendje. Ajo tha, me kanë kontaktuar një shoqe nga Maqedonia për mu bo profesoresh ku unë kam apliku para 3 vjetëve. Edhe me dhoni vot këne. Kur e pyti gazetari që aty në moment, që shë janë një shoqja, edhe një shoqe dhe ajo se s'pon kujtohet. Në ka të jam atë shokve mentore, jam atë shokve të i dim për menç. Ja, vlerem, po nuk besoj që ishtë dasht. Nuk besoj që ishtë dasht. Kosovës, institucion shtetnore, jo partijak, është mbledh pikërisht për shantazhimin që ju ka po 2 deputetve, që supozohet që është zoti Hoxha edhe zonja Bale, në relacion të mundësive të shantazhit nga faktor të jashtëm. A diti kena bisedu që nuk është në rregull të përzihet në punë të brendshme, edhe a diti kena ftu dhe prokurorin që t'i shkoj deri në fund hetimit, kush janë ata që kanë ofru, pse edhe nuk është as e hjeshme, e as e duhur, e as e dobishme, që Duda Balet ka përcej, apo të ndroj krah politik, ka lojt alëgjën kështu, ka vetë vendosja, edhe nuk është as e ndershme me kësi joshje edhe me kësi blerje. Në shqot se kjo është e prënjement. Automatikisht. Po për ata po thëmë adhone, tash në tash pasi po thot Duda Bale, kjo koka automatikisht e vërteta absolute. Po ka datë se ti, po jo bre, blerim ti po vjen për fundim hala pa ngute në fund muhabetin. Në thash Duda Bale është një deputete e Kuvendit Kosovës, e cila manë përgjithësi për fjallën e vetë kur e thot, edhe nuk është person i parëndësishëm, për cilin nëse ajo del publikisht deklaron që jem josh një farforme për me marrë një pozit në profesoreshës Maqedoni për me dha një vot këtu, kjo është një farë joshje edhe është një farë qështje që cila duhet mu hetu edhe mu vërtetu. E supozuar. O dhe, duhet mu vërtetu, duhet mu hetu edhe mu vërtetu, apo kuptan? Që tu po thëmë. E ku vërtetuat, në që se del cilin do version, në që se del versionin e vërtet, që për një me u josh nga persona fizik, për me kalu ka vetëndosja, është e pandershme dhe topshme. Absolutisht. Si veprim. Po në që se del e kundër ta, nuk duhet më ja harru, edhe me dollë, edhe mi po, edhe në aspektin, më stapojmë hetusi, po në aspektin e njekjes si indikacioneve, shenjave, e që në gjuhën popullore qunë, ishareteve, pse bashkë Duda Bale që kaloj ka zoti Haradinaj, se bashkë ndaj zonjës Bale propozimi për profesoresh në Maqedoni, edhe pse bashkë në lidhja Këshillit të Sigurisë Lart, po janë me emrat përveshëm, pa u cekë. Prandaj nuk duhet kjo të kaloj këtë me këtë lehtësim kështu, si kur s'pondodhë kur gjo, edhe ku ta thot me gjithë respektin për zonjën Bale, edhe pa kur gjo personale me to, se ta e profesion deputete. Duda Bale si deputete, ju Duda Bale si person fizik. Pse na duhet tash, ose Albin Kurti, jo si person fizik, si përfasus politik, na duhet ta kemi mendimin kritik edhe dyshimin në qoftë se shenjat, indikacionet janë qoftë për Albin Kurtin dhe vetëvendosjen, që po ban joshje, qoftë për zonjën Bale që po joshet, apo po deklaron diçka të tillë. Dhe këto timatin në peshorën e vërtetësisë, në bazë çka përfasojnë, edhe sa kanë qenë ata dinitos, sa kanë qenë jo gënjeshtar, jo manipulues, edhe jo, si me thënë, plotësisht stabil në politikë bëre. Do të nuk është si mu shu, ta them kështu Putini me thënë, unë jam paqedashës, edhe mu shu Joe Kramer i Britanisë Madhe me thënë, unë jam paqedashës. Ato janë dy deklaratat njëjta, po motivi edhe prapavia e personave që thojnë, të regonë ma shumë se fjala që thojnë. Së pak unë mendoj kështu, apo du të po në analizë. 5 minuta kanë kaluar dhe ende nuk ka filluar për ndryshem. Që është moralizimi i krykput edhe tendencë që kur ta bandet vendosja